Kur ndërkohë pasoja është krejt tjetër. Shkelja e barazisë në tendera është një vepër e rëndë penale, po është më e lehtë se sa korrupsioni, sepse me shkelje të barazisë në tendera ke sjell dëm ndaj buxhetit të shtetit, por nuk konsiderohesh që ke përfituar para. Korrupsioni pasiv është që ke marrë para për një çështje. Ky është dallimi. Mendoj që janë duke u bërë, ose nga informacionet që kemi, janë duke u bërë hetimet e duhura. Mendoj që SPAK-u është përballë sfidës për të kërkuar një masë sigurie, se cila është masa sigurisë nuk e di, mund të jetë dhe pengimi i lëvizjes përjashtë shtetit ose pezullimi nga detyra etj. Por pezullimi se bën dot një. Pse? Nuk lejohet pezullohet një funksionar me as deputet, as në pozicionin që ka Belinda Balluku. Nuk e pezullon dot me ligj. Okej, nuk e di këtë. Jo, sigurojnë që se bën dot. Por është i detyruar që të marrë një masë sigurie, proceduralisht nuk mund ta lërë me këtë status pa një masë sigurie. Do të shohim, por unë vazhdoj të kem atë bindjen që thash që zoti Rama do ta shkarkoj. Nuk mendoj që zoti Rama do ta shkarkoj, për shkak se vetë zoti Rama është i rrethuar nga mëkatar. Ai që në momentin politikisht ka premtuar që do të bënte parajsën për mori murator të ferit pranë vet, dhe mendoj që zonja Balluku nuk është politikisht si ata të tjerët që zoti Rama ka lëshuar. Për shkak se ne e dim shumë mirë që prej 4 vitesh apo 3 vitesh zonja Balluku firmos në emër të kryeministit dhe zotit Rama, kështu që edhe këto, edhe po të lidhej dhe me tunelin e Llogaras, por dhe shumë çështje tjera, edhe ato bisedat kur ajo i jepte besimin Berberit në emërimin si drejtori i ARSH-s, gjithçka është bërë në koordinim me Ramën. Kështu që nuk mendoj që zoti Rama do ta lëshojë, mendoj që zoti Rama do ta mbrojë fort, dhe fakti që po del publikisht edhe në mes Tiranës për t'i deklaruar edhe për dhënë mesazhe të qarta që kush është Belinda Balluku, shikoj edhe në betejën që kanë me një prej në betejën e aeroportit Vlorës me zotin Pacolli, dhe vetë zoti Pacolli mundohet të thotë gjysmë të vërteta, por nuk shkon dot deri tek zoti Rama. Kështu që në këtë kontekst unë besoj që zonja Balluku nuk ka bërë asgjë me. Duhet një buffer zone Ramës, do unë që të jetë një zonë mbrojtëse dhe ta lëj aty mos ta rrëzoj këtë. Besoj që zonja Balluku nuk ka bërë asgjë me kokën e saj. Nëse aktorët e tjerë kanë pasur dhe ambicie politike dhe kanë vepruar mbase edhe në një moment edhe për egot e tyre personale, mendoj që zonja Balluku ka bërë çdo gjë me urdhër të zotit Rama. Paktën këtë deduksion i bëj ecurisë politike të zonjës Balluku. Shkelja e barazisë në tendera nuk të çon drejt një mase sigurimi personal, sepse është një vepër penale që kodi jon penale nuk parashikon dënim më të lartë se sa 3 vite burg. E para, e dyta, më bën çudi fare që është ngritur kjo vepër penale ndaj zonjës Balluku, sepse teorikisht, jo në bazë përgjimeve, por teorikisht ministri nuk ka lidhje me tenderimet. Madje, shtoj këtu, po në përgjimet që dolën ajo. Ta shpjegoj atë. Një sekond, një të lutem, mos mashoja. Madje, ashtu si zonja Balluku dhe pjesa më e madhe e ofiçarëve në Republikën e Shqipërisë, shto këtu dhe kryebashkiak, e delegojnë firmën tek sekretari i përgjithshëm si autoritet kontraktor. Kurse për sa i përket pjesës, domethënë për të cilën ka dalë përgjime, SPAK-u do duhet të kualifikojë veprën penale për ndikim të paligjshëm dhe për korrupsion, jo për shkelje barazisë në tendera, sa e bëre zonja Balluku sikur është kryetare e KVO-s. Nuk është ashtu, kaq e thjesht. Mund ta riklasifikoj. Unë po flas për çka ka dhënë deri tani. Unë po flas çfarë ka dhënë deri tani, dhe me këto që na ka sill SPAK-u deri tani, për mendimin tim ka bërë një vrim në ujë deri tani, se çfarë do ndodhim te, unë nuk e di. Ky ishte emisioni